Ky program synon të adresojë sfidat kryesore të vendit, përfshirë zhvillimin ekonomik, rritjen e investimeve të huaja, përmirësimin e infrastrukturës dhe forcimin e sundimit të ligjit. Procesi i miratimit është shoqëruar me debate të ashpra midis maxhorancës dhe opozitës. Përkatësit e qeverisë theksuan se programi nuk është i detajuar dhe përmban projekte konkrete për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Nga ana tjetër, opozita kritikoi qeverinë për dështimin e mandateve të mëparshme dhe për mungesën e transparencës në planifikimin e projekteve. Ky moment politik është i rëndësishëm për Shqipërinë sepse pasqyron në orientimin e vendit për të vazhduar reformat dhe për të ruajtur stabilitetin politik. Miratimi i programit gjithashtu vazhdon bazën për dialogun institucional midis qeverisë dhe opozitës, duke krijuar pritshmëri për zbatimin e reformave dhe monitorimin e rezultateve nga shoqëria civile dhe qytetarët. Në sallën e konventit tensionet u manifestuan në disa debate verbale, ku deputetët e opozitës akuzuan qeverinë për mos përputhje mes premtimeve dhe realitetit politik dhe ekonomik. Ky episod politik tregon qartë rëndësinë e dialogut dhe kompromisit në proceset legjislative, si dhe vëmendjen që qytetarët dhe institucionet kushtojnë çdo ndërtim të madh politik në vend. Konteksti dhe rëndësia e miratimit të programit të qeverisë. Miratimi i programit të qeverisë është i rëndësishëm për shumë arsye. Konteksti politik dhe shoqëror. Miratimi i programit të qeverisë më 1 tetor 2025 nuk ishte një formalitet parlamentar, por një moment kyç në jetën politike në vend. Përpara kësaj date, vendi përballet me sfida ekonomike, sociale dhe institucionale, si nevoja për reformë në drejtësi, forcimi i sistemit arsimor, përmirësimi i infrastrukturës kombëtare. Qëllimet e programit politik. Programi i qeverisë synon të japë përgjigje konkrete ndaj këtyre